Bilanc lufte nga aksidente, 8 persona humbën jetën vetëm këtë javë. Një aksident automobilistik ndodhi këtë të diel në aksin Beradimal pranë fshatit Totlak. Një 34 vjeçar banues në Kuçov, duke drejtuar automjetin tip BMW, ka humbur kontrollin dhe përpasoj automjeti ka dal nga rruga. Si pasojë e daljes nga rruga e automjetit, ka humbur jetën pasagjeri shtetasi Lorenz Langozi, 33 vjeç banues në Kuçov. Nga hetimet e para dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia e lartë me të cilën po udhëtonin dy të rinj si dhe lagështia në rrugë. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. Aksi Beradimal njihet si njollë e zezë në hartën e akseve automobilistike. Në këtë aks, kohët e fundit ka pasur aksidente me pasoja fatale. Kjo javë ka shënuar një bilanc tragjik pasi numri i viktimave arriti në 8. Të premten humbën jetën një 51 vjeçar në Kukës, ndërkohë 6 viktima u regjistruan vetëm gjatë sejntes, ku 4 të rinj humbën jetën në Fushprez, ndërsa një mësuese 59 vjeç në gjimnaz u përplas për vdekje në Bulqiz. Viktima tjetër ishte një i mitur 4 vjeçar i cili u përplas nga një furgon që doli nga rruga në aksin Klos Burel. Viktima 4 vjeç u transportua menjëherë drejt spitalit për ndihmë të mëtejshme mjekësore dhe më pas u dërgua në spitalin e traumës, ku dhe ndroi jetë disa orë më pas mbrëmjen e sejntes.